Në një aksion të shërbimeve doganore në pikën kufitare Bogorodic, gjatë kontrollit të një automjeti transportues së paraqitur për tranzit, janë zbuluar dhe konfiskuar 5.000 bokse cigare në vlerë prej rreth 9 milion denarësh. Shoferi i kamionit Shteti i Serbisë, i cili tentoi të kontrabandonte cigaret, është arrestuar dhe ndaj tij është ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Gjevgjeli për vepër penale kontraband. Kamioni ishte paraqitur për tranzit nga Greqia drejt Serbisë dhe sipas dokumentacionit të dorëzuar, transportonte materiale ndërtimore lesh guri. Gjatë kontrollit të detajuar, shërbimet doganore zbuluan mbi paletat me mallin e deklaruar 100 kuti të pashënuara, secila me nga 50 bokse cigare, përkatësisht gjithsej 5.000 bokse cigare pa pulla akcize, të cilat nuk ishin deklaruar. Me këtë aksion, drejtoria doganore, siç thuhet në njoftim, konfirmon angazhimin e saj për luftimin e tregtisë së paligjshme me cigare dhe parandalimin e krimit ndërkufitar në përmasa ndërkombëtare.